Po thjesht ka pasur miqësi me këta. Pra ti po thunë në një farë formë që Epstein mund me qenë agenti i Izraelit? Epsteini, jo unë po them, po e di tërbota këta, që është agenti i Mossadit, këta kanë disa rryma fetare që nuk besojnë në Torak, që është djata e vjetër, që besojnë, do më thëmë, feja e Mojsiut. Torau është libri që e zbriti Mojsiut. Torat e vratë, po. Kur zbriti, kur ishte në malë, ju shfaq Torau, dhe kur zbriti, ja u tha këtyre Torën, dhe më pas e shkrojtën. Dhe është dhe Talmudi që është libri i regullave, i kulturës, se si duhet vishen, si duhet martohen. Si që janë të në hadithet të muslimanë. Si që janë hadithet, është Talmudi, po e vërtet. Tashi, është një grupë, se këta kanë rryma dhe sekte të ndryshme, gjujshët, ashtu si që ka dhe islami dhe të krishterët, tarikate të ndryshme, si shtuhet në gjuhën e islamit, dhe këta kanë dy rryma, që njëra quhet frankizm dhe është një rrymë e dalë nga gjujshët e lindjes që quhen Ashkenaz dhe këta nuk janë hebrejnë, këta janë turq të bardhë, janë të ngjashëm me finlandezët, janë të ngjashëm me hungarezët dhe këta janë ras turke bardhë. Dhe kur thonë këta flasin për antisemitizmin, të vjen për të qeshur, se semitë janë arabët, nuk janë këta janë 90% e Izraelit, e brejnë të lindjes. Këta dikur kanë qenë të grumbulluar në atë që quheshe mbretëria e Kazaris, që ka qenë mbi detin e Zi, nga Ukrajina, nga do më aty ku bëhen luftrat tashi, edhe deri në Kaukaz. Kam pasur një mbretëri shumë liberale, që sundoheshe nga këta. Aty kishte edhe xhami, kishte edhe kisha, por sundimi pushtetin politik e kishin gjujshët. Mirë po, gjujsh nuk do të thot ebre, dhe ebre nuk do të thot gjujsh. Edhe sionizm është një fjalë tjetër. Sionizm është aspirata politike që ka një grup i vogël njerëzish me në krye dinastin Rothschild që kanë shpikur sionizmin për të kontrolluar botën nëpërmjet ndërtimit të një shteti që quhet Izraeli i Madh. Pra, ti mund të jesh ebre dhe mos jesh sionist. Ti mund të jesh ebre dhe të jesh ateist, mos jesh as gjujsh. Ti mund të jesh gjujsh pa qenë ebre, mund të jesh dhe etiopian i zi dhe nuk je racë ebre, po je me ngjyrë nga Etiopia, nga Afrika. Ka shumë etiopian që punojnë në minerat e Afrikës, janë gjujsh dhe ata mbledhin diamantet që i çojnë në qendrat e mëdha evropiane që fitojnë. Dhe po të shikosh sot kundër politikave genocidale të sionistët janë dhe evangelistët, janë një pjesë të krishterëve, të cilët në eskatologjinë e tyre, pra në parashikimin e të ardhmes, me presin që të vi Mesia ose Jezu Krishti ardhjen e dytë, dhe Mesia do të vi vetëm kur të plotësohen disa kushte, kur të ndërtohet tempulli i tretë i Jeruzalemit, dhe tempulli i tretë do ndërtohet ke Xhamia Al-Aqsa. Dhe këta kanë ndërmend të prishin Xhamin Al-Aqsa dhe të ndërtojnë tempullin e tretë Solomonit në Jeruzalem, dhe vetëm pas asaj do vi Mesia. Dhe të treja fetë edhe çifutët edhe muslimanët kanë eskatologjinë e tyre për këtë kohë. Kurani thotë do të sa më shumë gjak nga orë të gjallë. Që të mos zgjatemi, sionistët janë ata që po kërkojnë të kryojnë rendin e ri botëror, po rendi i ri botëror do kryohet pasi të shkatrohet Amerika dhe të ngrihet Izraeli i madh, i cili është duke u krijuar dhe do të përfundoj kur brenda tij të futet dhe Meka dhe Medina, siç ka dhënë një deklaratë i shefi shërbimit sekret të Mossadit këto ditët e fundit, dhe po të shikosh në artën e Izraelit të madh që e kanë dhe ushtarët këtu një pjesë e ushtrisë izraelite, është një formë çizme, një formë take, ku futet edhe Meka dhe Medina në Arabinë Saudite, dhe do të duhet të shkatrohen një grup i madh shtetesh që nga Egjipti që do t'i merret Nili, Iraku që do merret një pjesë do merret në Iran,